Mbas shumë vitesh nga kërkesat e vazhdueshme nga subjekti jonë Transbutrindi dhe nga operatorët e tjerë që merren me transportin udhëtarëve në qytetin e Sarandës, u realizua ndërtimi i terminalit të udhëtarëve, të pasagjerëve. Kjo është një gjë shumë pozitive për qytetin tonë, sepse do të lehtësoj si punën për njerëzit, edhe punën tonë do ta bëjmë më të lirë sepse kemi një terminal dhe nuk do nisemi më nga rruga ku niseshin. Pra është një gjë shumë e mirë për qytetin dhe për biznesin tonë dhe për qytetarët, kuptohet. Kërkojmë nga bashkia që të ketë parasysh dy gjëra. E para të lehtësoj sa më shumë aksesin e qytetarëve nga qyteti deri në terminal dhe të turistave patjetër, dhe dyta të vendosë një sistem semaforësh për të patur siguri sa më të lartë në hyrje dhe daljen e autobusave në terminal. Në radhë parë dua të përshëndes kryetarin e bashkisë që mori këtë vendim të terminalit, sepse kishim 20-30 vjet Saranda ishte pa terminal. Ishte qyteti i dytë në Shqipëri që duhet kishte terminal modern dhe nuk kishte terminal. Ky e bëri të mundur që brenda 2 vjetësh na i mbaroi terminali dhe kjo do funksionojë për të mirën e qytetarëve të Sarandës, edhe për turizmin do funksionojë dhe terminali vend gjithë autobusat e rretheve sipas orareve që mund takojnë atyre, edhe taksit kanë një përparësi për punë më të mirë akoma nga që kemi vuajtur vitet e kaluara, se terminali tregon edukat dhe për turizmin. Po taksit do kemi më shumë punë, sepse autobusat i kemi në përkem, dhe qytet turistik nuk lejon autobusat, në asnjë vend s'ka autobusa. Ti ke terminal ka Delvina, ka Mallakastra që është e humbur fare, dhe mos ketë Saranda terminal. Po kjo është në të mirën e qytetarëve, edhe në të mirën tonë si taksi. Shpresoj që të zbatohet urdhri nga ana e bashkisë për punën e terminalit, se po shikojmë edhe vonesa. Keq është. Shumë e vështirë. Ç'të bëjnë kafe gjashtë? Unë humbas. Unë dua të vi këtu, të vete te farmacia, të vete tek banka, të marr pensionin, të bëj një vizitë te doktori.